për epopen e Dukaçinit. Në studio kam njërin prej protagonistëve të betejës dhe vllajën e dëshmorit Him Haradinaj, zotrin Bujar Haradinaj. Faleminderit shumë për prezencën Kompas. Faleminderit për ju, mirë se gjatë. Dallon përjetimi kur ne kujtojmë këtë ngjarje të rëndësishme dhe ju që keni qenë vetë pjesëtar i krejt asaj ngjarje dramatike, ngjarje e rëndësishme për liri, po edhe rrezikshme për juve. Po, për marrë deri te data 24 mars, është punu kohë gjatë. Të njës prej viteve 93, deri në vitin 98, kur ndodhi dhe ngjarja me 5, 6 dhe 7 mars në Prekaz, ne pritshim që ne ditë do të sulmoheshim edhe ne si familje. Mas rastit Prekazit, fatkeqësisht, mësum pak prej asaj që ndodhja ditë në Prekaz, e pam që forcat serbe nuk do të kursejnë ma asë një gjë, asë deri në fëmi. Dhe a ditë, ka ora 9 mëngjesit, ishte një ditë e mirë pranvere, edhe ne funksionojshim edhe mundojshim me fortifiku disa pozicione rreth shtëpisë, se dishim që do të ndodhë sulmi. Pra, jeni qenë përgaditun? Po, jem përgadit, nuk e dishim ditën sakt, po e dishim që një ditë do të ndodhë, sidomos mas rastit Prekazit. Edhe, atë ditë ishim unë e Ramushi, Shkëllzeni, në Shtepi, në Veri, edhe Frasheri, edhe motra me Iremja, edhe familja komplet. Dauti dur deri në fshat, një takim konsult me disa bashkëfshatarë, se dojshim me i qitë pikat në pozicion në fshat, për arsye që me në lajmërut pakte nëse vinë forcat serbe, mos në vinë para lajmërim. Po, fatkeqësisht atë ditë ndodhi që Dauti ka në gjitë në fshat, e ka lënë armën e gjatë në shtëpinë e vllaut të Hima, edhe u dalë në fshat, ka diskutuar që ka pas edhe ka ardhur te poshtë, s'ka mujt me marr, e ka harru me marr armën e gjatë, edhe kur ka ardhur te shtëpia, një golf me targa civile, golf njësh, që shumë kujtohet tash, me 4 ose 5 policë serbë kanë qenë mrendan, edhe i kanë thirrë Dautit në gjuhën çfarë kanë pas mund ndalë. Ndërsa Dauti nuk është ndalë edhe u konë bashkë me Rasim Selonat e i ka thonë tërheku se unë nuk nalna. Edhe Rasimi ka vazhdu, ndërsa Dauti ka fillu me shti në drejt tyne. Ne ishim afër dikun 50 metra me shtëpi edhe i ndëgjum shtenat që ndodhen, edhe me njëherë ditëm që dishka nuk është në rregull. Me njëherë u mobilizuat? Po, ne i kishim përgadit armë se cili që i kishë personale. I keni vendos pikat brenda familjes. I kishim çantat e gatshme, i kishim municionin e gatshme, edhe ishim se cilën ka me marë. Nëse rast sulmohemi. Po e këshim lënë edhe një pikë caktu me rast se sulmohemi mu tërhek për shtëpis, ku takohemi prapë, nëse s'na zen gjithve në për shtëpia. Po ndodhi si shpejt e shpejt, ndërsa forcat tjera, ne kem pasi i familje ka qenë Malazezos serbe afër aty dikun 100 metra, aty veç ishin kënë pozicionu forcat serbe. Edhe komshëri, po edhe me mjete trona, do me thonë, motorizume. Me njëherë kanë njësë shtanat në gjitha anët, edhe aty kem luftu dikon për një 2 orë në shtëpi. Edhe deri sa edhe u duke me mbrojt paka shumë familjen, deri sa tërheken familjen, spore kem tërhek familjen, tonë kem vazhdu prej shtëpis aty në fshat, në qendër. Kush është tërhek dhe kush ka mbet në shtëpi? Atë ditë jem mbet une, është mbet Ramushi, Dauti, motra me Iremi, Frasheri edhe në Veri, edhe Shkëllzeni normal. Edhe baba jem Rasimi edhe një pashim Kujtimi, dhe më thonë na kem bo luftën atë ditë me 24 mars. Edhe kishim lënë pikën ku mu taku baba dhe vllau, baba dhe një pashim Kujtimi kanë mujt ma rrit deri te pika të caki ku kem lënë mu taku. Ne kem pas radio, që u ndëgjeshim ka pak nërveti, po ka njerë nuk funksionojshin. Edhe vllau Hima me Gazmendin dhe me Agronin i kanë tërhek familjet për shtëpia edhe kanë të tu me hy në pikën ku kem lënë, po forcat serbe kanë arritë as shpejt sa në kanë qanë mes. Në kanë da si dy grupe. Po, deportimi ka qenë i pamujshëm
mu bo bashkë me himen e me gazminën. A kanë qenë shumë në numër forcat serbe? Si pas parashikimeve që kanë thonë edhe të tjertë, jo na, po na që i kemë përjetu aty, kanë qenë dejmë 5-6.000 forcat serbe, që kanë ardhur ditë nga zona Gjakoves, zona Pejës edhe Deçani. 5-6.000 forca serbe kundër një grupit vogël, një grupi që kemë qenë 6-7 vetë, që kemë luftu atë ditë tonë ditën, nuk ka qenë një ditë e letë, normal. Qysh ka qenë proporcioni me armatim, me municion? Për shkak që i hupëm 3 djemë, ne nuk dishim ende, s'kishim kontakt me ta. Proporcioni me armatim ka qenë kështu. Ne i ndëgjëshim ka pak dhe forcat serbe, se kem pas mundësi, kem pas një radiolidhe që mu ishim i ndëgju komunikimin e tyne, përveç që kanë pru municion atë ditë në Glogjan, dhe më thonë që në përdorë për herë të parë topa 20 mm, praga, helikopteri që ka përdorë 12.5 krejt kohën që ka sulmu. Dhe më thonë, aj prej peje i jep ke komandë këti, dhe më thonë, s'pastro aty. Urdhri ka qenë s'pastroje gjithë vendin vritit të gjithë. Dhe këtë prej komandës këtu, që ishë në pozicion, i tha, okej, tha për 15 minuta, 20 i ki krejt morgë në pej. Më thonë, ashtu e... Kanë qenë optimist se mund të poshtin. Ashtu u bëjke plani se ka qenë njëjtë skenar së kur në prekaz. Do me thonë me spastru terenin. Kjo ka qenë forma atyne. Po, fatkeqësisht nuk ju dule ashtu që shmenun ata, edhe aj mas 15 minuta pe e thret aj pepeje, pe thot që ashtu ndodh. Edhe kjo nuk pe i lejmërohet kjo që ish përgjegjës që këtu. Edhe pe kap radion dikush tjetër, pe thot që e ka nis me helikopterat përgjegjësin se ish aty që e kish, po mduket e kish pa hongër, që aty shpejt e shpejt. E keni vra? Jenë vra shumë atë ditë. Atë ditë, po mduket që morgi është zavëncu me ata, jo me ne, patë barsisht. Pra jo si pas planit tyre, po... Si pas planit tyre, atë ditë nuk ka shpru plani që është kanë dëshiru ata, edhe ko pas kohë i kanë përdor nxënësat e shkollës, i kanë përdor bashkëfratarët si mburoj për më në afru deri afër neve. Pra e kanë përdorur civil tjerë jashtë perimetrit që e kanë rrethu. Po, nxënësat i në shku në shkollë, i kanë rrethu shkollën, për atë arsye në vra dhe Hima, Gazmendi dhe Agroni, se kanë shku ka jo pjesa që dikush ju ka thonë e kanë rrethu shkollën dhe i kanë morë nxënësat pengë. Si u vranë tre dëshmorët Hima, Gazmendi dhe Agroni? Flitet, nes kem qenë aty, po flitet që në vra për helikopterit sniper, Gazmendi dhe Agroni kanë jënë vranë banë, Hima ka morë plak trona, i ka marrë edhe armë të 2 shokve, Gazmendit dhe të Agronit, edhe dikun për arpësisht një 2 kilometra ma poshtë ka vdek, për arsye se ka qenë edhe shumë i rinë mosh, dhe me thonë ka qenë dikun 16 vjeqarë, plaga gjakderdhja, kushtet s'kanë qenë shumë mira, asë përgaditur, s'kem pas asë ndimat para, s'kem pas kur gjuhë, po njëtën kohë kem pas edhe rastin e Ramushit, që në kam qenë atë ditë në shpi me Ramushin, krejt kohën, që është bo lufta, edhe Ramushi më ka plagu dikun ka ora 12 se më shpërndatër në për shpia. Ramushi më ka plagu dikun ka ora 12, unë kam qenë një djali ri 18-19 vjeqarë. Ju keni qenë 19 vjeç? Absolut. Ditën e sulmit? Po, edhe përvoja i shumë e vogël, ndim parë s'kishim. Ramushi ka marrë plagë në dorë dhe ka marrë plagë në kukë. Dhe dikun ka ora 4 ose 5 janë nisi edhe me hubë vedia pe i gjakderdhjes. Edhe e pam që... A i ka najt dikush gati, a ka mjeku, se një adhe ndimen? Po, unë isha shtis kërkush tjetër aty. Do thot me 2 obligime edhe me i najt gati të plagosërve edhe me luftu? Edhe me forcat serbe, se mu kanë afru deri një murit, me thonë, e kom pas... Edhe shpia ka qenë 2 katu. U duke tash me gjujt në katë parë, me hypë prapë në katë dytë me i gjujt forcat, se mos më ju të regu që është vetëm një njëri. Si kanë qenë komandat, komunikimi juj si grupi vogël, që që keni vendosë saqet se cili për vete? Komunikimi ka qenë deri ka ora 11 pravërsisht ke mujtë me kontaktu me qëto radiot që i kishim lidhjet shkurta, dhe me thonë me valë shkurta, po mas orës 11 ose 12 në ka ndërprej komunikimit për shak se forcat serbe kanë pas dhe atë mundësimi ndërprej ato komunikime, dhe tani jem dëgju vetëm me fjallë ose me bërtim prej shpisë në shpi. Edhe pikrisht edhe ajo ka ndodhë dhe kur është plagu Ramushi, se shpia që jem vendosë
Ilmia, Meremi dhe Frasheri, kish pas qenë ndomë për gjysë, nuk e kem ditë nëse shtëpie bashkëtarëve. Forcat serbe kanë hynjën e njëna, ata kanë qenë anën tjetër. Dërsa Ramushi ka kujtu që janë tondë edhe i ka darë drejtar ai edhe po për shpërthimit të mëdha dhe për gjutjet mëdha, domethënë krijohet një farë lloj mjegull që s'mundesh me pas shikimin e duhur, afërsia ka qenë shumë e vogël. Edhe kur e ka gjujt Ramushin, Ramushi ka menuar që janë tondë. I ka thonë më zgjuj se unë jam. Domethënë në ato pozicione, në ato tema është luftuar ditë. Që sheni kanë me municion, me armatema, keni pas mjaftueshëm me i bë ballë gjithë atij sulmi? Që deri ka ora 3 ose 4 kemi qëndru dyqysh, se kem pas, thash ma herë të kem pa, jem kanë furnizu pak a shumë me municion, po ka ora 4 ose 5 u lodh dikur armatimi, edhe se u luftoj krejt kohën, dhe me thonë prej orës 9, ende vazhdoj ke beteja panare dhe betej... Në asë moment s'ka pushu? Muri, ja, absolut, asë njerë. Edhe... dikur u lodhë shumë armatimi, dhe me thonë kishim edhe pak fishek Kalashnikovit, që përdorshim në atë kohë, edhe ma shumë kishim municion të revolës. U përdor ke revoja të që i thojmë në atë kohë, edhe Shqipni kishim ma shumë mundësi me marë municion. Çfarë armatimi keni pas ju personalisht? Na kem pas maj madhja që kem përdorë në adit, ka qenë murtaj 500-shë, murtaj 150-shë, zoll i thojnë një që është dikun 20 mm, ato kanë qenë Kalashnikov, revole. Po, kur mu afrun, dola njerë në hypan ka dytë dhe pisha forcat mu këshin afru, isha me sy, dhe me thonë, edhe nuk kisha më shka me gjujtë mos, se u lodh armatimi. Edhe disha që Ramushi e ka dhe i bombë, e maj këtë vendosë në gjyksorë, edhe zbrita poshtë i thash, ma shulla me epë qatë bombë, thash se mu kanë afru shumë, thash, edhe tha jo, bone, tha në i zgjidhje tjetër. Unë isha e ri edhe s'kisha shka me po zgjidhje tjetër përveç revolës me përdorë. Edhe masa në i koptova se Ramushi e ka rujt atë bombë për veti. E ka rujt bombën për veti nëse forca serbe hynë brenda shtëpisë. Ko pas ko i hup ke vedia dhe pau që s'po mu i del për i beteje. E pau, se ka qenë edhe ushtrin e ka pas kryme, ka qenë pak ma e mosh. Edhe pau që edhe mu më tha dikur, tha, mbledhi, tha, ka pak kështu sene që i kishim edhe do fisheke do ashtu, tha, bashkoju Dautit e Shkëllzenit atyne, tha, se unë pjo mbroj edhe pak e të një bashkona. Po në disha që Ramushis nuk e ka asë një mundësi me dalë për aty. Është i plagosën, po. Jo, do me thonë ish ullë dikone edhe mos më i kime levizaj. Do me thonë se edhe i hup ke vedia. Edhe i thash, jo mashkull, thash, mëse me në këtë punë, nëse dalim bashk. Nëse s'dalim. Edhe atëherë pash që e murë dhe pak një në farloj force, edhe keme qëndru deri në orën parafashir 7-7:30. Si shkoj drejt fundit gjithë kjo betej? Kjo betej drejt fundit ka shku mas i ka njës me ra terri. Se forcat serbe kanë pas një farloj frige, që kur t'i bje terri pak e kanë pas një farloj frige, edhe nuk kanë marrë as njerë aksion ose sulem gjatë natës. Ka qenë strategji veç kur ka dritë? Vetëm dritë kur kasë. Për asyje se si kanë ditë edhe shumë tereni, ndoshta se kanë ardhur forcat maja për i tanaonëve. Edhe tereni u koni pa përshtatshëm për ta, se kanë ditë mirë. Edhe ata mendojshin se dikun na jem një, kur i kemë ndëgju edhe në radio, kanë mënu që jem një 60 vetë. Atëherë jënë tërhek vetë, nuk e di asë arsyrin asë sot se dim se janë tërhek. Arsyrin e dim se janë tërhek, se i kanë të regu dhe vetë pasujat që i kanë marrë atë ditë. Edhe dikun ka ora 7:30 jënë tërhek vetë forcat serbe, atëherë jem ledh gjithë që ka kemë qenë. Qyshe përjetut momentin e tërheqës të forcat serbe? Nuk e kem ditë që janë tërhek. Ne dishim që ende jem të rëthum. U duke me qa rëthimin për punë që Ramushit nuk duke urgjent me qute ndima parë se për ndryshe kish vdek. Edhe një orë kish zgatë beteje, Ramushit s'kish mujt me mbjetu atë ditë. Edhe kem qu jem nisu në Dautit partë, për punë që edhe nëse jem të rëthu me ende, me qa rëthimin, ndërsa këta tjerë të vishin mrapa me Ramushin, mas ju bashkumna. Po, fatë mirësisht, ishin kontrarhek krejt forcat serbe atë ditë, me debaklin që e kanë marë, atë ditë edhe për herë të parë, edhe në historisë besoj të Kosovës, forcat serbe
me gjithat ushtri dhe atë armatim që kanë pas, janë zbëth atë ditë dhe unë e besoj që ajo ka qenë një ditë e madhe jo për Kosovën, po për gjithë popullin shqiptar. Arsyeja ka qenë se forcat serbe u thynë edhe një farforme ai motivi që po, bon, edhe me 5 vetë, edhe me 10, me pak ushtar dhe me pak municion mundësh mi fy forcat serbe për arsye se na jem në shpitalën, nuk kem ku shkojmë për të shvistar. Pra, kuraja juaj dhe motivi juaj ka qenë maj malë se sa forca ushtarake. Ajo ishte motivi, ma shumë ka qenë forca zemrës se çështja e armatimi që kem pas në atë ditë, po fatmirësisht me datën 25 zona operative Dugazhinit edhe Glogxhani u vërshun nga djemët edhe vajzat edhe burrat që morën guximin më ardhmë ju bashku ushtrisë shqiptare të Kosovës. Edhe ata sollën edhe 24 marsin e natën nënës ndërhyrjen e NATO-s që është koincidencë që ka ndodhur për të njëjtën ditë. U tha edhe sot zotja Haradinaj në ngjarjen përkujtuese të 27 vjetorit që për ka lavdia duhet hidhet një paralele mes Glogxhanit edhe Prekazit. A janë këto dy ngjarjet më të rëndësishme të luftës çlirimtare? Unë mendoj, mendimi jam është personal, unë mendoj që po, se Prekazi një farforme ja ka trondit themelet e njerëzve dhe patriotëve që kanë qenë atë kohë. Edhe grupet që kanë funksionu në atë kohë në ushtrinë shërimtare të Kosovës, më thonë paka shumë në masë rastit Prekazit e kanë ditë që do të ndodhë një ditë lufta frontale, po nuk u di sakt ende. Po, unë e mendoj që rasti i Glogxhanit ja ka dhonë një forcë ose një shtytje shumë madhe ushtrisë shërimtare të Kosovës, është mendimi jemi. Unë e mendoj që mu pa shu dhe ditë familja janë, o konë pak problemi i marë ma komë të ushtria shërimtare të Kosovës, sidomos në atë periudhë, për shumë arsye se kanë qenë 2 bazat kryesore që janë konë Drenica, deri në Jablanicë, për Jablanicën në Glogxhan që janë bartë armatimi, janë furnizu gjitha gjanat që kanë qenë në ushtri shërimtare ilegale në atë kohë. Dhe 27 vjetë ma vonë, 26 vjetë mas liris, si ndiheni, si hisedar në krejt këtë ngjarje të luftës çlirimtare? Unë jam krenar që më ka dhonë mundësia me dhonë një kontribut për vendin tim në kohën e caktume. Jam një ndër djemët e parë gati të ushtrisë shërimtare të Kosovës prej vitit 95. I kom shërby ushtrisë shërimtare të Kosovës me vullnet edhe dëshirë. Kam 18 plagë të marrë në gjatë periudhat ndryshme të luftës. 18 plagë? Po, jam një ndër djemët më i plagosun jo në zonën operative të Dugazhinit, po në krejtë Kosovën, kam snajper të marrën këtej edhe dalën këtej. Dhe me thonë, edhe i kam gjithë pjesë mrenda në copat, granatas edhe pjesë tjera që i mbaj edhe me krenari, e di pse i kom marrë, edhe bishallah s'ka nevoj kur ma për këto tema, po jam krenar që më ka dhonë mundësia me dhonë një kontribut tjilë për vetën tam. Shenja që sot takzojnë rinia edhe e ardhmja Kosovës. Faleminderit shumë edhe për kontributin, po edhe për pjesëmarrjen. Sonte në kompas për na sjell këtë rrëfim shumë të rënditës sa edhe krenar. Faleminderit ju. Faleminderit shumë, shikues të nderuar, pas këtij rrëfimi të zotrit Haradinaj për epopejën e Dugazhinit, do të shkëputemi për pak marketing për të rikthyer me një tjetër datë shumë të rëndësishme, bombardimet e NATO-s që ndalën gjenocidin serb në